Abuzimi familjar dhe dhuna në familje. Kur ne rritemi në një ambient familjar të dhunshëm, që mund të jetë dhunë emocionale, psikologjike apo dhe fizike, pra në rrahin, mund të jetë dhunë e ushtruar nga njëri prind, për shembull nga babai, një baba autoritar, një baba i rrept, një baba i dhunshëm, dhe sidomos ka pasur shumë raste në familjet shqiptare kur babai pinte bëj dhunshëm. Mund të jetë që të ushtrohet edhe nga mamaja, pra edhe nga prindi tjetër. Shpesh rraja e fëmijëve ka qenë dhe një mjet edukimi, dhe jo më kot kemi dhe shprehjen që thuaj kush të rret të do. Pra shpesh edhe nëna mund të ketë rrahur, mund të ketë ushtruar dhunë edhe psikologjike, mendore, por edhe fizike mbi fëmijët. Pra mund të ketë qenë një dhunë drejt për drejt, një abuzim fizik që fëmijët mund të kenë pësuar në familje, por mund të ketë qenë dhe një dhunë jo i drejt për drejt, ku ata thjesht kanë qenë dëshmitar të dhunës. Për shembull, nëna dhe babai ushtronin dhunë që mund të jetë babai ndaj nënës, nëna ndaj babait, apo të dy së bashku ndaj njëri tjetrit, apo mund të ketë qenë një dhunë për shembull e ushtruar nga nëna e babait ndaj familjes dhe sidomos ndaj nuses. Shpesh ka pasur shumë nëna të meshkujve, vjerat, të cilat i abuzonin kufijtë e familjes së re të ndërtuar, ishin autoritare, vendosnin rregullat, mbizotronin pak mbi djalin dhe mbi nusën, edhe kjo ishte një formë abuzimi. Kështu që fëmijët mund të kenë përjetuar përthithur këtë lloj abuzimi, i cili ndikon pak a shumë edhe ai në të njëjtën mënyrë se si mund të ndikojë edhe një abuzim i ushtruar direkt e fëmijët. Dhe fëmijët, duke përjetuar këtë klim dhune në një farë mënyre, qelizat tona duke ushqyer vazhdimisht me klim dhune, krijon një varësi nga abuzimi, nga dhuna. Ashtu siç mund të kemi një varësi nga çfarëdo lloji tjetër, nga alkooli, nga duhani, mund të krijojmë një varësi edhe nga dhuna, sepse qelizat tona janë ushqyer dhe nuk dinë një mënyrë tjetër, nuk kanë një ndjesi tjetër, nuk dinë si të jetojnë ndryshe. Ne nuk dim si të jetojmë ndryshe. Dhe kjo do të thotë që nëse qelizat tona janë ushqyer me dhunë dhe njohin vetëm këtë lloj ndjesie dhe vibrimi, ato do ta kërkojmë vazhdimisht edhe jashtë, edhe kur ne rritemi, edhe kur ne jemi adult. Mbi të gjitha, zakonisht, kur neve përjetojmë një ambient të dhunshëm në familje dhe marrëdhënia me prindrit, marrëdhënia e prindër midis tyre është një konflikt i vazhdueshëm, ne fillojmë dhe krijojmë besime dhe programe brenda vetes që dashuria është dhunë dhe që marrëdhënia është konflikt. Dhe këto programe fillojmë edhe i projektojmë në mënyrë të pavetëdijshme jashtë, si një antenë, broadcasting message, e cila nuk duket, por i transmeton mesazhin dhe tërheqim në jetën tonë persona, situata, evente që na e riprodhojnë ambientin familjar, që na e riprodhojnë ambientin e dhunshëm. Dhe na krijojmë një marrëdhënie që mund të jetë në çift, apo marrëdhënie që mund të jenë të punës, mund të jenë në shoqëri, ku vazhdimisht neve dhunohemi ose jemi dëshmitar të dhunës. Sepse ne nuk njohim diçka tjetër. Kjo përbën normalitetin për ne nëse jemi mësuar me të. Dhe kështu që do ta tërheqim vazhdimisht në jetën tonë, qelizat tona do ta kërkojmë vazhdimisht, është ajo që ne njohim dhe që është më e sigurt për neve. Kështu që është e rëndësishme në momentin që neve e kuptojmë këtë gjë, është e rëndësishme të bëjmë një punë të rëndësishme me veten, me fëmijërinë, me marrëdhënien me mamajnë, me babain, me gjyshin, me gjyshen, por mund të jetë edhe me shkollën, sepse shpesh ne kemi pësuar një lloj abuzimi që mund të ketë qenë edhe mendor, emocional, por dhe fizik, edhe nga mësuesit, sepse edhe në shkollë mentaliteti që ka qenë atëherë i edukimit ka qenë pak a shumë i dhunshëm, shpesh edhe na gjuanin me shpull, na gjuanin me vizore duarve, dhe kjo ishte një formë dhune, kështu që edhe ne mund edhe të krijojmë besimin që edhe mësimi në jetë është një formë dhune që mund të mësojmë vetëm duke u dhunuar, duke u abuzuar,
e kështu me radhë. Prandaj është shumë e rëndësishme që neve të punojmë me fëmirin ton 0 deri në 8 vjeç, kur ne jemi një sfungjer dhe përthithim diçka dhe ku kryojmë të gjitha besimet tona limituese, të punojmë me periudhën e shparë të shkollës, ku mund të kemi pësuar dunim edhe nga mësuesit e kështu me radhë, të kuptojmë që jeta, dashuria nuk është dhunë, që marrëdhënia nuk është dhunë, që ka një mënyrë tjetër që ne mund ta jetojmë jetën tonë pa dhunë, edhe që ne mund të krijojmë marrëdhënie që mund të jenë të paqta, që mund të jenë, ne mund të marrim dashuri, mund të japim dashuri, edhe që ne mund të jemi dëshmitar të marrëdhënieve që janë marrëdhënia bashkëpunimi, marrëdhënia barazie, marrëdhënia paqeje e kështu me radhë, dhe ne duke ndryshuar sistemin ton të besimeve, duke ditur për kufizimin edhe të disa ndjesive që ndoshta nuk I kemi njohur më përpara, si të jetojmë në paqe dhe në dashuri, dhe që të jetojmë në paqe dhe në dashuri është e drejta jone e lindjes, duke ndryshuar informacionin që kanë marrë qelizat dhe duke çuar tek qelizat një informacion të ri, ne mund ta ndryshojmë jetën tonë, t'i largohemi abuzimit dhe dhunës dhe të tërheqim dashurinë, paqen, gëzimin në jetën tonë.